Unë u lidha me një oficer atje të Valdajsit, edhe ishin ndjeni për këtë rastin, por ka marrë vetëm urdhër për kthimin e sendeve të sekuestruara, por nuk është objekti sekuestruar që a kthy. Nuk ja kanë kthy prokuroria komisariatit Valdajs akoma telefonin. Po mos duhet o oficeri i policisë gjyqësore të shkojë ta marrë në prokurori? Se unë u lidha me apostafat me oficerin, edhe më tha që ja kthejnë prokuroria komisariatit. Pra nuk ja ka kthyer prokuroria ende komisariatit? Edhe në momentin që t'i kthehet, do ta ekzekutojnë dhe do t'ja japin telefonin. Vetëm sot, fal stopit, arritin që mëna ditës, mëna ore gjurtar, të më kthejnë aparatin tim celular të sekuestruar në 23 shtator 2024. Faleminderit edhe mirënjohje këtij emisioni që fatkeqësisht dhe fatmesisht zëvendëson punën e lënë mangët nga të gjitha institucionet shqiptarore, edhe pse paguajnë me taksat e shqiptarëve shqiptarë. Edhe një herë, faleminderit dhe mirënjohje ju si vision.